Pika e 8 është shqyrtimi i propozim vendimit për miratimin e programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike. Qëllimi kryesor i këtij programi është të ofrojë mbështetje drejt për drejt për konsumatorët e cënueshëm në sektorin e energjisë elektrike. Programi siguron që konsumatorët e cënueshëm të kenë qasje të barabartë dhe të përballueshme në konsumin e energjisë elektrike, duke mbështetur financiarisht pagesën e faturës së energjisë elektrike për të përmirësuar mirëqenien e tyre të përgjithshme. Për të na informuar më shumë rreth këtij programi, ftoj edhe një herë ministrin Hekurar Murati që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Me kthimin e sinës së dimrit, pra rikthehet edhe masa e mbështetjes apo programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike. Familjet përfituese që kanë qenë vitin e kaluar, pra e dinë për cilin program bëhet fjalë, pra është programi që subvencionon pjesë apo faturën e plot apo një pjesë të faturës varësisht nga përmbushja e kritereve, të gjitha ato familje që të ardhurat mesatare për antar të familjes i kanë më të ulta se 150 euro në muaj. Pra nëse një familje 4 antarëshe ka më pak se 600 euro në muaj, i bie të kualifikohet për këtë program, pra ku një pjesë e faturës së energjisë elektrike i subvencionohet nga shteti direkt, pra në llogarinë e konsumatorit. Gjatë vitit të kaluar kemi pasur parafërsisht rreth mbi 80.000 familje përfituese, të njëjtat nuk kanë nevojë pra që të riaplikojnë përderisa nuk ka ndryshuar vendbanimi apo ormatësi i tyre apo edhe struktura e familjes. Ndërkaq të tjerat pra do të marrin informatat dhe e nevojshme gjatë ditëve në vijim se si mund të aplikojnë dhe do të hapet edhe aplikimi për ato familje të reja që gjatë vitit kaluar nuk kanë qenë të kualifikuar, por mund të kenë plotësuar kushtet këtë vit. Pra edhe një herë ju ftoj për miratim të këtij programi dhe informatat shtesë normalisht që qytetarët, familjet do t'i marrin gjatë ditëve në vijim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati. Do dikush fjalën para se ta hedhim në votim? Atëherë kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.